paganët kërkojnë për gjërat, për të hapur, për të ngrënë, për të veshur. Thot, ati juaj qellor e di ku jeni, thot, edhe e di nevojën tënde, do t'i japi, thot. Por ti çfarë do të bësh? Kërko mbretërinë dhe ligjin e tia për ta zbatuar. O bere këtë, masandaj të gjitha gjërat që do kesh nevojë do të shtohen, sepse ti po i bën këto gjëra me besim të plotë në zemrën tënde. Fjalë të urta 3 dhe 4. Beso Zotin Jahue me gjithë zemrën. Mos u mbështet në gjykimin tënd, të situatës ku je. Mos e gjyko ti, le ta gjykoj Ati. Dhe Ati gjykon me njëherë. Kërkoj thot mbretërinë, domethënë vere prioritet mbretërinë e tia, jetën tënde për të shpëtuar thot. Pasandaj fillon të zbatosh urdhërimet e tia, që është drejtësia e tia. Romakëve 2:13, një drejtë zbaton ligjin e tia. Pastaj çdo gjë tjetër do të shtohet, ato gjëra që ke nevojë. Në të njëjtën kapitull, ku Mesia po fliste për punën e çfarë do hamë, çfarë do pimë. Ja ku e ke. Çfarë do veshim. Ndërkohë, ne këto sot e si bën njerëzit, kërkojnë mbretërinë, po lutem, vërtet? Ajo është lutja, është përpara zbatimit të fjalës, që nga lutja. Zbatimi në këtë rast i fjalës fillon në zemër me besim. Pastaj ti duke vepruar, duke sjellë, duke çuar drejtsinë përpara Atit, që ta thotë edhe ligji për të rigjashtë, që kjo do jetë drejtësia jone, që ku ne të zbatojmë të gjitha urdhrimet e tia që nuk janë të rënda. Pastaj Ati do shtojë çdo gjë që ke nevojë. E kupton vëlla hapin në jetën tënde? Që duhet ta ndërmarrësh tinë dhe të largohesh nga frika, nga citime, gjëra që nuk janë fare, nuk do të jenë në ashtu mendon bota, ti nuk je me bota, ti nuk duhet të jesh me bota. Prandaj ti ndalon së shkelu ligjin, hy në besëlidhje me Atin, siç thash, me besim tek Mesia Jeshua, mbasi ke vendosur për të mos e shkelu ligjin, dhe në atë mënyrë ti po ndjek drejtsinë e tia. Merr dhuratën frymës shenjtë, çdo gjë do të vinë në jetën tënde. Kemi me dekada, me vite që vinë gjërat, dhe shumë herë kanë ardhur gjërat pa u lutur. Për shkak sepse kemi marrë drejtsinë në këtë rast për ta zbatuar urdhrimet e tia. Është një mbjellje, tu kemi mbjelljen. E punë e farës. Çfarë po mbjell ti në zemrën tënde, në mendjen tënde? Të gjithë neve. Kjo është pyetja. Çfarë po mbjellin sot? Ku është prioriteti në jetën tonë? Është prioriteti për jetën e përjetshme? Po mbjell ti për jetën tënde të përjetshme? Apo do mbjellësh shqetësimet që të çojnë në shkatërim? Ndërkohë sa do të buçasi Ati për të thënë, mos u shqetësoni, unë e di çfarë keni nevojë. Mos u brengosni prapë, Mesia. Pra për të nesme, thot. Sepse nesërmja do kundeset për veten e saj, ka dinamikat e saj, lere. Mbaj besimin dhe jo e nesërmja do jetë Ati përpara te, në qoftë se i beson. Zbato urdhrimet e tia, vazhdo të praktikosh drejtsinë e tia, se kështu po ndjek mbretërinë e tia, të kërkosh mbretërinë, të kërkosh vullnetin e Atit, mendjen e tia, zemrën e tia. Ko e nesërme do kujdeset për veten e saj. Mjafton dita thot, që jemi, mjafton pikëllimi i ditës së tashme thot. Mjafton thot. Ti po shqetësohesh për gjëra, po ngarkohesh në mënyrë të papart, në mënyrë të panevojshme. Jemi të frutshëm ashtu. Ndërkohë, urdhërimet që do të na japin frutshmërinë frymërore, sepse zbaton urdhërimet, kështu je panjolla. Urdhërimet e atij ligjit i përcaktojmë, japim kuptueshmëri fjalëve për ata që dëgjojnë online. Masandaj vjen rritja frymërore, vjen fryma e shenjtë her pas here, të fuqizon mendjen, të ripërtërin mendjen, ligji i tij i përsosur, e ripërtërin shpirtin, mendjen. Dhe masandaj çdo gjë tjetër që ti do kesh nevojë do të shtohet, dhe ti do të vazhdosh të qëndrosh në urdhrimet e tia, në besimin tënd, sepse
Urdhrimet e tia meritojnë besim. Do vazhdosh të japësh dhe kur të vjen të zem 200.000 lek, apo 700 euro, ti do të japësh 10%, sepse kështu ti po mbjell për të ardhmen, sepse ti nuk e di të nesme që do ndodhi, po ti nuk e merr me besim atë. Vlla, jeta nuk është e vështirë, vlla. Jeta është e mrekullueshme kur zbaton urdhërimet e tia dhe ke besimin e plotë. Ka një paqe të përsosur që askush nuk ta heq dot. Po si do ta marrësh paqen? Duke zbatuar urdhrimet e tia. Paqe të madhe kanë ata që e duan ligjin e tia dhe asnjë gjë nuk të rrezon. Shqetësimi të rrezon çdo ditë. Por qëndron çështja në vendimarrja që ti do vesh, ta vesh me besim. Nuk është vetëm kjo, po nesër unë jam prindër vetë. Jo me një, të rast. Kështu që ka dinamikat e vetë, por unë do mendoj për të ardhmen. Nuk kam menduar në njerë për shqetësime për të ardhmen. E di çfarë shqetësohem, unë shqetësohem që si ta bëj vullnetin hatit tim, më mirë të mundshëm. Ajo është shqetësimi tim, ajo do të jetë shqetësimi tënd. Që ti zbatoj urdhrimet e tia sa më mirë çdo ditë, ajo është shqetësimi tim, ajo do të jetë shqetësimi tënd, ajo do të jetë brengosja tënde e mirë. Jo gjëra të tjera. Ka vendimari që ti do bësh, dhe do t'i bësh tine, nuk do t'a bëj ati. Po do të vendosësh prioritet mbretërinë, shpëtimin tënd, që ti jesh pjesë e asaj mbretërisë. Dhe veçohesh. Por jo, unë do bëj këtë, dhe kaq ngelet, ose do ta bëj, do ta. Dhe si janë shumë njerëz sot, do jem, ja, okay. Po është për ta bërë, po është për ta bërë. Kaq ngelet, po është për ta bërë. Por është veçimi jot fillimisht. Nuk e di, shumë për njerëz nuk e kuptojnë fjalën veçim. Veçim veçohesh nga bota, nga shkelja e ligjit, ajo është veçimi. Dhe pastaj vazhdon ta praktikosh atë veçim me besim të plotë, siç ti e more ta zem në fillim atë veçim, disa e kanë marrë, miliona rreth botës e kanë marrë. Dhe po të shikosh jetët e tyre, janë të plotësuar. Fillon rruga vëlla motër, përse e prekëm? Okej, ne ta prekëm edhe një herë. Përse e prekëm në fillim? Ja, po edhe me njerë, fjalë të urta. Fjalë të urta 29. Vargu 18. Dhe shiko sa gabime ben shkrimi, duke vendosur me letë të vogël ligjin e atit që janë urdhrimet e tia. Këtuja. Ndërkohë, mos më bëhet një dekret, një urdhërim, dhe kaq mendojnë, ja respektojnë urdhërimin. Çfarë është? Ligjin që përbën festat, 5 librat e parë, kryesisht të Biblës, me fjalë të urta me psalmet. Që është jeta jonë, thot, vetë, ati nëpërmjet profetit të tia, Moshe. Okej. Fjalët e urta, 29, ti e lexon në ekranin tënd dhe duhet të fuqizohet zemra tënde për një aspekt që të përkasin jetës tënde, për drejtimin tënd, për drejtimin tënd. Kur ka një vizion profetik, zbatoj ligji, por kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet i shfrenuar. Njeriu bëhet pa rrugdalje, pa drejtim, vjen vegimi, vizioni që ti dhe unë të drejtohemi. Por kur nuk ka një vizion nga personat që respektojnë ligjin, popujt sot janë të shfrenuar për shkak të braktisjes së ligjit. Ndërkohë, ta lidhi vizionin profetik, drejtimin e një personi, e një familje, e një kishe të vërtetë, ta lidhi me ata persona që janë të bekuar duke zbatuar ligjin. I dhe fare, fjalë të urta për disa që sot akoma mbajnë demonizimin e ligjit. I dhe fare, fjalë të urta, idhi psalmet, mos psalmi që në të mbjetin një, hiqe, i dhe fare, përse që lidhe këti,
Me gjëra të tilla. Ti as se praktikon, as të duhet, normal ti e ke hedhur. Normal që ka zën plur. Nuk e shfletos. Psalmi 111 i dhe fare, ç'të duhet ty në fjalë të urta i dhe fare, urtësinë e atit i dhe fare. Fryma e shenjtë që thotë për Davidit i dhe fare. Ndërkohë urdhrimet e atij ligjit janë të qëndrueshme dhe bën njeriu të qëndrueshëm. Të bëjnë të qëndrueshëm për jetë. Për gjithnjë, sepse ato janë të kryera me vërtetësi dhe drejtësi. Ndërkohë këtu po flet që veprat e duarve të tia, që janë të vërtetë ato krijimi thotë, janë bërë të drejta me anë të ligjit të tia që ka vënë në funksion për këtë rast mirë qenie, mirë funksionin e kozmos, e krijimit të tia, që këto urdhrimet e atij ligjit janë të patundura për jetë, për gjithnjë, të kryera me vërtetësi, me drejtësi. Si thon sot, nuk janë me. Po ti nuk do jesh me. Më vjen keq, sepse engjëjt masandaj marrin atë person dhe në flakë thot në zjarri që feta për Zjenoku. Sepse kjo frika e zbatimit të urdhrimeve të tia të qëndrueshme, të patundura për jetë, për gjithnjë, të kryera me vërtetësi, me drejtësi, është zanafilla e urtësisë, kur i zbatojmë ato dhe masandaj mund të ringjallesh, se kështu nuk po më katon. Që ti dhe unë të japim lavdërimin në përjetësi që do t'i takojë. Për teje për meje nuk e di më. Ndërkohë të tjerë do ta bëjnë. Ti dhe unë çfarë do bëjmë? Ti dhe unë, ku jemi, cili është prioriteti në jetën tonë, si investon kohën gjatë ditës. Të shikosh urdhrimet e tia të qëndrueshme që ti dhe të jesh dhe ti i qëndrueshëm në jetën tënde, në rrugët tënde, në të përditshmen tënde, që të kesh drejtim, duke zbatuar urdhrimet e atij ligjit. Për nesme në mëngjes, Mesia duke kaluar pranë fikut që ishte tharë, me gjithë rrenjë, sepse pak më përpara, i tha, të thaheshe, sepse nuk ishte fruta. Dhe Pjetri i kujtua, i tha, mësues, i thoshte Mesias, rabai, i thonë nga hebraishtja, ja, fiku që ti mallkove, që nga tharë. Atëre Jashua duke u përgjigjur, i tha atyre, kini besimin e Zotit, sepse po ju them në të vërtetë, nëse në qoftë se dikush do t'i thotë këtij mali, luaj vendi dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemrën e vet, por do të besojë ai që do të thotë dhe do të ndodhë, çdo gjë që ai do të thotë do të bëhet. E ka fjalën punimin e zemrës, ne nuk do deklarojmë gjëra që masandaj si ti me shpallime, masandaj si që bëjnë sot karizmatikët. Jemi karizmatik për ligjin e Zotit Jahwe dhe besimin tek Mesia Jeshua, që nuk i heqim këto dy komponentë. Jo për citime boshe, masandaj, për citime misticike, magjike. E ka fjalën, ndodhet një situatë në jetën tënde, një mal për para te e thot, ki besimin, ta tha që në fillim thot, ki besimin e Zotit Jahwe. Nuk do të kesh dyshime në zemrën tënde, do të kesh besimin e plotë. Dhe ajo që ti do thuash do të ndodhe, ka fjalën që ti do thuash me zemrën tënde, me gojën tënde, nga brendësia e zemrës goja flet, që të mos kesh dyshime në zemrën tënde do të kesh besimin, po fole diçka, do ta flasësh, goja do të flasi besimin vlla motër. Goja tënde do flasi besimin çfarë ati do bëje. Unë të them një rast të vetëm. Okej. Kur je i lodhur, si thua ti? Po, thonë në Shqipëri, masandaj thonë të tjerët. Thoshte për ata zemari, thoshte, po ja di çfarë? Kur unë jam i lodhur, them, kam nevojë për një çik pushim, ati do më ripërtëri forcën time. Lavdi emri tënd, dhe ti do më japësh shlodhjen.
Çfarë po flas? Po flas gjendjen time ku jam? I jo, nuk do flas atë gjë. Do flas çfarë antesh në gjendje të bëj në jetën time. Që ai kur unë tulem në shtrat, do më ripërtëri shpirtin, sepse kam medituar tek ligji i tij ditë e natë për të qenë i frutshëm, dhe do më ushqejë me frymën e tij që ndodhet brenda meje, që unë të marr forcën dhe do marr shërimin, do marr çlodhjen, ripërtërirjen e forcës time që të ngrihem, të ecë në rrugët e tij, ta lavdëroj me gjithë zemër dhe të ecë masandaj të predikoj lajmin e mirë të mbretërisë me fuqinë e frymës së shenjtë, me vajin e tij, me fuqinë që ndodhet në fjalën e tij që do dalin nga zemra ime për të tjerët prej gojës time. Dëgjove ndonjë gjë që unë thash kundra urdhërimeve, kundra ligjit, kundra fola ndonjë dyshim në zemrën time? Jo. Çfarë fola? Ti do të flasësh në këtë mënyrë dhe më mirë se meje. Unë jam njëri për plurë për para tia në fundit, s'jam askush. Por unë nuk lejoj që dëshpërimi të hyjë në jetën time. Dhe kur vjen i ligu, sepse nuk jemi imun në këtë rast, nuk kemi arritur. Po vrapojmë për të mbajtur urdhrimet e atij ligjit me besim tek Mesia Jeshua, tek birit, tek ati tia do të kemi besim tek Zoti tonë Yahweh në radhë të parë që na ka dhënë birin e tij. E krijovi në barkun e Miriam, në anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Për Zot në këtë rast që e bëri për rolin, për shërbesën, për dhyrën që i dha të kryepriftit të përsosur që të marrë faljen e shkeljeve të ligjit time, derisa ai të vijë. Kur ti nuk do të thuash, o bobo, marrin angel bobo dhe çojnë liçen e zjarrit, sepse ti nuk e qenë i frutshëm me babon tënde. Por ti do të thuash, ati Yahweh do siguroj, e ka thënë ku? E tha në shkrimin e tij, e ka thënë biri i tij, që ai do më siguroj sepse ai e di çfarë kam nevojë, që unë kam nevojë për të gjitha këto gjërat. Kam nevojë, ai do më siguroj, ai është forca ime, ai është siguria ime, ai është mbretëria ime, ai është jeta ime. O ati të lavdëroj, që ti do më japësh të gjitha këto gjëra që kam nevojë, sepse unë e di që ti je dhe ben. Okej, si ben ai? Le të shikojmë si ben ai. Si ben ai? Që ti fillosh të thuash çfarë ai është në gjendje të bëjë. Okej, le ta shikojmë së bashku. Çfarë ai është në gjendje të bëjë? Lavdi emrit të tij, që kur unë lexoj këtë kapitull, që ti do ta lexosh nga vargu, jo ta lexosh, ti do ta deklarosh me zemër, me besim të plotë, që në vargu 14, siç kanë thënë, dhe deri mësandaj deri në fund në 21-shi, të thotë vllai ku, por nga 14 deri tek 21-shi, që i përket Efizjanëve 3. Mere që në 14. Çfarë thot 14? Që në 14. Për të arsye unë po ul gjunjët të mi përpara atit të Zotit tonë, Jeshua Mesias, i cili merremër çdo familje në qiell dhe mbi tokë. Dhe ai do më japë pasurisë së tij, të forcohem me fuqinë nëpërmjet frymës së tij në njeriu tim të brendshëm, që Mesia të banojë në zemrën time me anë të besimit, unë të jemi rrënjosur, i themeluar në dashuri, që mund të kuptoj me të gjithë të veçuarit e tij, cila është gjatësia, thellësia, lartësia, dhe ta njoh dashurinë e tij në Mesian Jeshua, që të kalon çdo një uri, që të mbushë me tërë plotësinë e Zotit Yahweh. Që çfarë? Ati, që ai është në gjendje, si pas fuqisë që vepron në ne, në frymën e shenjtë, të bëjë çfarë jashtë mase më tepër se sa unë kërkoj dhe mendoj. Ai është në gjendje të bëjë. Ti çfarë do thuash në zemrën tënde, në gojën tënde? Emrin e tij të vërtet. Ati, Zotit Yahweh, që si pas fuqisë që vepron në ne, dhe këtu po e flet një kishe që kishte urdhrimet e ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua, ishin të vulosur, thot në kapitullin e parë, me frymën e shenjtë të premtimit, dhe kishin brenda. Këta nuk ecën në palishmëri, sepse apostulli Shaul nuk ecte vetë ai në palishmëri,
Nuk ishte anulluar ligjin ai. Ajo kishte në zemër, në Romakëve 7. 22 u tha kishës në Romë. Sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj ai jashtë masë më tepër se sa neve kërkojmë dhe mendojmë. Dhe nuk e bën vetëm për tani thot, por e bën për të gjitha brezat, po të kemë besimin dhe mbajnë urdhrimet e mia, thotë Zoti Jahve. Në jetë jetëve, përjetësia. Dhe këtu nuk janë të tërë kishë, sepse njëri përdor për kisha këtu, kisha online këtu, kisha kjo, kemi mësën shenjat e kryqit, shenjat e vdekjes, të Apollos, të Greqisë, Hermesin në Roma, mësën da i njëjti demon që adhuroshe, që kishte shenje, mësën da që morin që nga Egjipti, perandoria romake dhe e vendosi, mësën da, dhe katolikët e morën dhe, opa, ajtë vrapujnë, me shenjën e vdekjes, prandaj ka vdekje sotë, nuk ka jetë. Nuk ka frymë të shenjtë në një person që ecë në palishmëri, që nuk do di për sabatin, nuk do di për festat biblike, ngrënien pastër, që do praktikohen në 1000 vjeçarin të tëra, të përjetshme. Tani kemi hien. Pastaj Isaia 66 do thotë që do mbajnë në 1000 vjeçar, në Ezekiel 66, nga një sabat në tjetrin, do vinë të adhorin mua, thotë Jahve. Dhe këtu Jahve është në gjendje të bëjë në jetën tënde. Më shumë se sa ti mund të kërkosh dhe të mendosh. Nuk e ti blamotër, po ndihmoj pak në besimin tënd, po të nxjerr pak nga situata ku je. A është në gjendje ai të bëjë? Po do bëj ai kur ti të zbatosh urdhrimet e tij, ai do bëjë. Nuk do bëj ai më përpara, masandaj neve do, edhe unë do bëj çik këtu, por erdha ta vendos. Masandaj siç po thesh, apo jo, por ja, po shpresojmë. Po ja erdhi tani. Që nuk dihet as momenti kur po ja erdhi tani. Dhe si shtam do goditet Ejra më përpara që nuk zbaton sabatin, festat biblike, të tëra, jo vetëm një diçka të vogël. Tha të gjitha urdhrimet e mia që nuk janë të rënda tha. Do thotë që zemra tënde është e pozicionuar e plotë ndaj të gjitha urdhrimeve, në plotësinë e urdhrimeve të tija, që ti dhe unë të njohim vërtet çfarë ndodhi në kryq, këtë po të thotë vargu pak më përpara. Që të njohim dashurinë e Mesias, që te kalon çdo njohuri. Tani sa e njohim dashurinë e Mesias Jeshuas Krishtit, të vërtetë. Po flet që ai dha veten e tij. Ne çfarë po bëjmë? Ne nuk japim veten tonë. Ne japim masandaj vesh gudulisjeve të satanit, masandaj frikës, shqetësimeve, sot ke shumë fetare masandaj që mbajnë veten që din, ndërkohë thua çfarë është mëkati, shkele ligjit, para Gjonit 3:4. Masandaj fillon filozofitë, sepse më njëherë u nxorr në pa sjellja që ai apo ajo nuk e mban ligjin. Që Mesia mbajti për të qenë panjolla dhe fillojnë të dalin, atje ishin njollat, por në atë moment ligji solli atë dritën, që është dritë, ligji është dritë dhe sjell më njëherë atë dritën që më thënë, po kjo bluzë, këto pantallona në këtë mënyrë, për 20 vjet i ka mbajtur në këtë mënyrë, janë veshur kështu. Po, thotë atë, shkoa që të heqësh thotë atë shkerit e ligjit thotë. Dhe kështu vesh rrobën e përjetësisë në atë ditë thotë. Panjolla. Sa e kuptojnë sot dashurinë e Mesias Jeshuas çfarë ndodhi në kryq. Se thon pastaj, po ja, sot ti nuk po predikon Mesian Jeshuan, ti nuk po na thotë të Krishtin katolik ortodoks, ti nuk po na thua atë, ti po thua atë të Izraelit që ka dhe një emër të vërtetë. Jeshuan Mesian. Që grekët filluan ta manipulonin fjalët të caktuara në përthimet e tyre që bën nga hebraishtja vjetër. Ndërkohë ati po buqet me apostull, me birin e tia, si të jemi panjolla, si të mbushemi me dashurinë e vërtetë, si të nderojmë. Buqet, çfarë më të themi? Unë her pas here nuk vrapoj dorë. Megjithëse nga do shkosh, ku të vraposh. Shikon Romakëve 2, për emrin e tia, nderimin e tia,
Çfarë të thuash? Çfarë të thuash? Të duket një diçka e mirë që të shkelim ligjin e tia, blasfemojmë emrin e tia, vëlla motër. Për ne të asamblesë tu, asamblesë të tjerët kanë rrugën e tyre, në normal që unë lutem dhe mësimet nuk janë vetëm për neve, por kur shkelin, thot, ju e çneroni, thot Zotin, duke e shkelur ligjin. Tash kjo fjalë do në një lloj teologjie, në një studimi, në një lloj palishmërie, në këtë rast për ta kuptuar, si e çneron, thot, duke. Kjo është në shqip. Ndoshta duhet në anglisht. Dishonor Yahweh by breaking the law. Disonori il tuo Signore annullando, violando la legge sua, il suo carattere. Çfarë të themi? Dhe emri i tij blasfemohet. His name is blasphemed. Ndoshta dikujt i hyn më thellën në gjuhën e tij. Il suo nome si bestemmia, violando la sua legge. E davanti a te, është përpara te. Ku neve largohemi nga kjo shkelje e ligjit, ku ne largohemi nga çnderimi, blasfemimi i emrit të Zotit Yahweh, ku ne largohemi nga shkeljet e ligjit, atëre ti dhe unë mbushesh me tërë plotësinë e Zotit Yahweh. Se nuk ka asnjë gjë që të rrëzojë në jetën tënde, por ti e rrëzon veten tënde. Ndërkohë sot, ati do bëj këtë, do bëj, po kur është koha të ne të bëjmë diçka për te fillimisht që ai mos ndaj do bëj për neve, siç e ka premtuar, mbasi ju tha bëni këtë, unë do bëj. Ndërkohë ai ka berati. Më thuaj, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi 2000 vjet më përpara? E bëri ai për ty dhe për mua? Ai e dha veten e tij. Mesia Jeshua e dha veten e tij. Ati dha birin e tij, siç e dimë, Gjoni 3:16. Ai e dha dashurinë e tij në Mesian Jeshua. Që kush mund ta mendonte që te kalon çdo njeri. Por neve e njohim këtë lloj dashurie? Më thellë, vëlla motër po flas. Herë dinëm. Demoni si tha? Biri i njeriu të tha, ke ardhur thot na gjykosh përpara kohës? Ata e dinin që ishte Mesia Jeshua, Satani e di, biles tani e di që u ringjall. Por dhe para ringjalljes, nuk e dinte para ringjalljes, por para ringjalljes dinte që çfarë? Që ai ishte biri i njeriu. Nuk dinte Satani ringjalljen, por dinte vetëm që ai ishte Mesia. Prandaj thon demonët e tij, thon, biri i njeriu, thon, ke ardhur na gjykosh përpara kohë? Ne dim tha kush je ti, tha, ti e birit shumë lartë, Mesia thoshte, heshtë dhe dilë në emër të Jashuas. E dinte ai. Por para ringjalljes nuk e dinin që lavdinë, pushtetarët e kësaj kohe nuk e dinin që ati e kishte vendosur urtësinë me ringjalljen e tij, mbasi të goditeshe prej Satanit, për atyre që kishin anulluar ligjin e Izrael, dhe për atyre që ishin të anulluar ligjin normal, por disa në Izrael, farisinjtë, pretendonin se ishin fetarë, por perandorinë romake dhe ata ishin fetarë, kush tha? Të njëjtin gjë, anullim ligji, të dyja palët që e kryqëzuan. Të dy ishin fetarë. Dhe romakët thoshte, ne ja ku kemi thot Zusin, ja ku kemi thot Dajanën, ja ku kemi të tërë thot hynitë tona. Dhe neve thot, jemi besimtarë, ata ishin besimtarë, kush e vinte në ndryshim, po të çfarë lloj besimi, të kull ndaj kujt? Dhe farisinjtë, saducejtë ishin besimtarë, por s'kishin ligjin. Dhe Mesia tha, ju jeni bijtë e Zotit, bijtë e djallit, i tha, në Gjoni 8. Ju tha farisinjve, saducejve, tha, unë e di tha që jeni bijtë e Abrahamit, edhe thosha, por ju tha bijtë e djallit, tha, sepse ju keni anulluar ligjin për traditat e etërve tuaj. Ndërkohë, e para tjetër një thot që duhet të mos vazhdojmë të trashëgojmë disa mësime, urdhërime, tradita të etërve që kanë anulluar ligjin. Por duhet të zbatojmë ligjin, të jemi pa njolla, si qenjë pa njolla, thot. Ja, e prekim atë varg.
për audiencën. Dhe prekim atë varg. Ja, okay, një moment, sa ta hedhim larg. Ja, një moment. E para Pjetrit 1. Okej, ja po e marrim si shkrim këtu, se kam gati këtu, ja. Okej. Që sot është manifestohet përpara në kohën tonë, kjo që shikon e Pietri, që i drejtohet vëllezërve që ishin hebrejnë të rilindur në Mesian Jashuan, kishin ligjin e Atit, thot, ata që janë, thot, në Kapadoki, në Bitini, në Azin e Vogël, që ishte Turqia atërshme, që ishte krajinë e Romës, ishte mbretëria e Romës, perandorisë romake, në Turqinë perëndimore atëre. E para e Pietrit 1, 18 deri në 21. Okej, çfarë thotë Bibla? Jo çfarë thotë njeriu. Okej, le ta shikojmë çfarë Bibla thotë. Nuk e diku se jo me anë të gjëra që prishen, ari dhe argjendi jeni shpenguar nga mënyra e kotë të jetuarit të trashëguar nga etrit. Në këtu po e fliste, jo ata etrit në tempull që mburreshin, që kishin anulluar ligjin. Sa mburren sot në Shqipëri? Na dëgjoni neve, ndërkohë kanë anulluar ligjin. Shqipëria, ti vëlla motë shqiptar, praktikon ligjin, fol me vëllain. Ban sabatin dhe festat biblike, flasim, komunikojmë, ne nuk kemi komunikimin në atë të parë. Sepse nuk e di kjo barriera që ndodhet. Unë me të shikuar një vëlla, një motër që zbaton ligjin, me njerë turrem dhe në çdo lloj mënyra për të folur. Po pse nuk ndodh kjo gjë? Yes. Mënyra e kotë e trashëguarit nga etri, traditat e njerëzve, të etërve të tyre. Veçin që panjolla pa të meta duke ecur në ligjin e Atit, je panjolla. Duke që janë thotë që të besoni në Zotin, në Atin Jahve, që ringjalli prej së vdekurisht dhe i dha lavdinë. I dha. Që besimi juaj dhe shpresa juaj të jenë në Elohim, në Zotin Jahve. Prap, ecja, duke mbajtur ligjin dhe besimin. Të dyja komponente që ti ke nevojë në jetën tënde. Prandaj thotë që po flisnim. Të gjitha këto aty kërkoni duke u lutur. Ju po luteni, thotë, besoni se do t'i merrni dhe do t'i merrni. Beso, thotë, që do ndodhi. I lute, thotë, për të mos shkelur sabatin, që masandaj të hapi rrugën apo ti do ta marrësh përgjegjësinë tënde, ndërkohë që është potenciali për të gjë të mirë që të folava si familje për të hyrë në beslidje, por nëse do vazhdojmë atë që është. Unë kisha shpresën, por ajo varet nga ty. Kur të luteni, nëse kini diçka kundra ndokujt, faleni, që dhe ati juaj që është në qiell, që falë mëkatet tuaja. Tani, ka mund të themi për njerëz që vazhdojnë të godasin, që kanë zemërimin e tyre në zemrën e tyre, sepse nga zemra goja flet, dhe dalin gjëra masandaj që nuk duhet të dalin, por që tregohet frutat të asaj që flasin. Çfarë po flasin? Po flasin Biblën. Nuk ngrihemi masandaj me njerë të thënë njerit, okay, ti që nuk është e parë. Tani,
Por nëse ju nuk ua falni asat juaj që është në qell, nuk do t'ju fali mëkatet tuaja. Ne prap thot, është puna e hejgjërës, kthehesh në hejgjërën, që largohesh nga hejgjëra, masandaj bëhesh gruar me pendimin tënd nga shkelit e ligjit. Fillon të ishi frutshëm pasaj. Ndërkohë persona as nuk kanë frohen për të thënë më fal, se kjo doli, okay, por çdo marrë jetën e përjetshme në atë para i person. Në me thënë, flasim gjëra të tilla, pse po zbatojmë dhe nderojmë atin. Normal që Mesia në goditën. Unë tha, po nderoj atin tim, tha. Se tha Mesia, tha, unë, tha, po nderoj atin tim. Ju më çnderoni, tha. Unë, tha, çfarë po bëj, tha. Unë po zbatoj ligjin e tia. Dhe unë po nderoj, është e kundërta. Hiqe qenë, zbatoj ligjin e tia. Dhe emrin e tij po e lartësoj duke zbatuar ligjin e tij. Ju çnderoni, tha Zotin, duke shkelur ligjin, dhe emri i tij blasfemohet, normal që e keni me mua se un po nderoj atin tim. Po flas fjalën e tij. Si thati, dhe pa besim, është e pa mundur t'i pëlqesh ati. Këtu po fliste që për t'i pëlqyer atit fillimisht një person do të ketë besimin, nëse afrohet atij. Do të besoj që Elohim është, ai kush është, çfarë karakteri ka, çfarë ka thënë, fillojmë pastaj neve i shikojmë në Bibël. Urdhërimet e tij, kështu jemi pa mëkat, fillojmë drejtojmë në rrugën e mirë, largohemi nga e keqja me anë të zbatimit të urdhërimeve të ligjit. Dhe kështu ti dhe unë marrim shpërblimin, sepse ti dhe unë e kërkojnë me zell atë. Por, ke të bësh me praktikën dhe besimin, me zell, duke zbatuar urdhrimet e tia, me zell. Me zell. Besimin, që duhet jetë në jetën tënde. Dhe është e pamundur t'i afrohesh. Ndërkohë, ti du t'a bësh që sot. Besimin tënd, ti shkosh përpara Atit për të thënë, më fal për mos besimin tim. Dhe më fal për shkelit e ligjit që kam bërë. Dhe tani fillon ti mos andaj e bën në fshehësinë e zemrës tënde me veprime që të mos e shkelë sabatin, mos andaj të mësosh urdhrimet e tjera. Ky është hapi i parë. Dhe pastaj më njëherë fillon bën hapet, fillon kërkon, dal kjo puna këtu, okay. Sabatin, po, okay, s'ka rëndësi, 1200, okay, $1,200, apo ta zem 1.300 euro, apo diçka e tillë. Mjafton për këto 2 muaj. Do kem për të ngrënë, do kem për të veshur. Sepse çfarë? Ai besimi tënd duhet të ishte folur dhe do flasë, jo vetëm për shkëndijën e momentit që more, apo dëgjimin tani, okay, dëgjove në çikin kuraime dhe pastaj kaq. Çfarë ndodh mbasi mbaron takimi? Ndërkohë unë po i flas vetes kur të flas ty në këtë mënyrë. Duhet të besojmë që Zoti është përblyerës vëlla motër, kur zbaton urdhrimet e tija. Ti du të, si koncept në zemrën tënde do ta besosh një herë. Pastaj e praktikon që ta marrësh. Nuk është vetëm një, si thash, një moment dhe okay, unë e mora, e besoj, ja e lexoj, po ai sepse kemi dëgjuar që ai është dhe është në fuqi, është në gjendje ta bëj, por pastaj ti vepron. Ti nuk fillon të flasësh mos andaj ndryshe, jashtë besimit. Vaj e lodhur? Po ti nuk e di çfarë më ndodhi. Ajo dihet, lere. Po, ati do më fuqizojë. Ja, do shtrihem pak, do qetësohem, sepse ai më ripërtërin shpirtin. Do më japi atë që kam nevojë. Freskinë e trupit tim, rigjenerimin. Dhe nesër e di për lavditë të tia. Opa, më njëherë kalon nga gjendja e dëshpëruar apo nga përgjigjet e një gjëje që nuk do të jetë, kalon në të nesërmen dhe ajo e folur atende, e di që regjistrohet çdo e folur në qiell që neve kemi. Dhe të nesërmen mos andaj shikon që wow, lavdi emri tënd.
ua ti ma dhe këte. Dhe vazhdojnë në ditët, duke zbatuar urdhrimet e ligjit, duke besuar dhe masandaj nuk rëzohesh. Ndërkohë Bibla flet që secili për nesh mund të eci panjolla. Dhe të tërë konceptet e çdo lloji dëshpërimi protestant, palishmëria që vazhdon sot, jo po ne jemi mëkatar. Normal që je mëkatar, sepse po shkel ligjin, që duhet pendohesh. Por janë disa që nuk shkelin ligjin me dashje. Kur apostulli thotë jemi panjolla, pa të meta, thotë, në ditën e ardhjes së Mesias. Pse i thotë ato gjë? Mos ndoshta Zakaria apo Elisheva që quhet. Prindit e Gjon Pakzorit ishin të dy të drejtë. Panjolla pa të metë, thotë shkrimi. Luka 1. Ja, hedhim në ekran. Luka 1. Luka 1, 5 deri në 6. Ata ishin panjolla pa të meta. Mos ndoshta ishin ndryshe nga mua, nga ty. Më thuaj. Por perceptimet të një dëshpërimi të imponuar vetë, të disave që kanë vazhduar të mësohen atë mënyrë, kanë cituar gjëra mësë ndaj. Cituar gjëra pa një lloj evidence të shkrimit dhe njerëzit sot mbajnë në atë dëshpërimin e emocioneve, masandaj dhe asaj si thua që se ja, sikur I bien masandaj vetë shumë çik shpatullës, ja, s'ka gjë se, po ja, kështu janë gjëra, po ja çfarë të bëjmë. Kto I dëgjon në Shqipëri, ti I dëgjon në Shqipëri ato gjëra. Ndërkohë, kush e Zoti tënd? Sepse që të dy këta ishin të drejtë, duke ecur pa të metë, domethënë pa njollë. Si ecin ata? Në urdhërime, në të gjitha, ata nuk ecin në disa, mbaj njërin. Në të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Zotit Jahwe. Jo, tani kjo të qenit pa të meta, për të ecur pa të meta, tu tash ndryshovi. Ndryshovi. Për neve që është një ecur tjetër pa kjo leri ata, për të qenë pa të meta tani është ndryshe. Është një pa të meta tjetër. Ku nuk e mendoja në këtë mënyrë, ku nuk e mendoja që ligji të nxirrte në pa sjelljen e një kombi. Ai komb të shpëtohet. Dhe flasim sot për ndërkohë që zyra, ja po hedhim atë zyrën, leta hedhim atë zyrën. Okej, zyra, është një zyrë, me të njëjtë situatë, kjo zyrë, si do të jetë kjo zyrë, dhe me çfarë ajo do të bëjë, që e thotë mëse në njëjti apostull në para Timoteut, 1:7 deri në 10, i njëjti apostull Shaul, i njëjtur Pali, nga emri grek që nuk ekziston kë emri Pal, por nëse Shauli tha që zyra e kishës së vërtetë që është në shtëpinë e Zotit duhet të jetë çfarë? Pa të metë. Pa të metë. Dhe si e bën ai pa të metë? Duke ecur në të gjitha urdhrimet e ligjit të Zotit Jahwe. Tuaj është pa të meta dhe është I drejtë në sytë e Zotit Jahwe, jo në sytë e mësandaj dikujt. Në sytë e dikujt mësandaj ka shumë gjëra që ndodhin në dikush. As nuk kemi të bëjmë me dikush, duhet të jemi imitues të Zotit Jahwe, që ai është panjolla pa të meta, është I përsosur, ka errësirën atë, dhe duke mbajtur urdhrimet e atij ligjit, për të qenë duke ecur pa të meta, e të gjitha kualitetet e mira, që me atë ligjin e përsosur, doktrinën e shëndoshë, do bindesh të tjerët, dhe do këshillosh mos e shkel ligjin atit. Që nëse dëgjojnë, do shpëtohen dhe ata. Vëlla motër, jeta tënde e përjetshme është prioriteti kur ngrihesh në mëngjes. Nuk është çfarë do ha, do pi, ku do vete, ra telefoni, apo ja, apo titra, apo si do ta marr, po ja, apo benzina vajti kaq, apo ushqimet, po çu erdhi qiraja, çfarë do bëjmë, po e tit. Këta kërkojnë në pagan këto gjëra. Ndërkohë ati do t'i japi. Ti do të kërkosh urdhërimet atij ligjit për të qenë ti pa të meta, pa njolla,
Kjo është mbretëria që ti po kërkon. Për ti po kërkon ti je spanjolla. Një drejtues i vërtetë duhet të kërkojë që të jetë spanjolla në ligjin e Zotit Yahweh. Pastaj çdo gjë tjetër do t'i shtohet, sepse kështu ai po çfarë? Po ben veten e tia, po panjolla pa të meta, dhe familja e tia do bëhet panjolla pa të meta, që ati masandaj mund të derdhi çdo lloj mirësie frymërore, vaj, thirrje, masandaj fillon vizionet profetike për ata që zbatojnë ligjin, për ata që zbatojnë ligjin thamë, jo thamë sa sot shkrimi për ke profetion, ke vegime që të vinë si të natës, si të ditës, lavdije të tia. Mund të çohesh në qytetin e ri, Jerusalem i ri, si s'na çovi, por ajo varet në sovranitetin e Atit. Por ti po e respekton, je i bekuar ti duke respektuar ligjin? Jo, dikush ta, njeriu është i mallkuar sot që zbaton ligjin. Kështu thon sot në Shqipëria. Kështu thonë, ndërkohë Ati ka një perspektivë tjetër, kush është i mallkuar? Le ta shikojmë kush është i mallkuar. Dhe i bëjmë atë krahasimin. Ja ku janë këtu, okay. Sepse thonë, tash ata janë larguar, se ponderojnë Atin, ndërkohë ti po blasfemon emrin e Zotit Yahweh, duke shkelur ligjin, duke shneruar emrin e Tij. Ndërkohë Ati jep një përkufizim të qellit, jo të njeriut. Kush është i bekuar, kush është i mallkuar? Okej, shikojmë së bashku, ti e shikon ekranin tënd. Okej, lum tani. Okej, është të bekuar që ta kuptosh, sepse nga anglisht është blessed are them, beati sono loro, më thonë. Okej. I bekuar është njëjës, okej. I bekuar është ai që respekton ligjin. Dhe janë disa që janë të mallkuar sepse largohen nga ligji. Unë dërgova, siç ju e patëm, mësë ndaj 2 personat në video që dërgova, kur unë i shikoj mënyrën se si flasin, mënyrën se si praktikojnë, çfarë bëjnë, çfarë mbajnë, çfarë festa mbajnë gjatë vitit, ke festën e Papa Gregorit të botës, kalendari botës, idhujt e botës që mësë ndaj i futin ja vejnë emrin masandaj, ja do mbajmë Janusin, 1 janari, Junia me 2 koka, demoni me 2 koka që adhuroshen në Romë, dhe ja futin, ja do të ta bëjmë për një shërbes për në ditën e demonëve, do t'ja vejmë Zotit Yahweh. Ja, këtë do ta mbajmë për Krishtin, ndërkohë festa është për demonët. Dhe i futin gjëra dhe i shtrembrojnë. Ndërkohë Ati ka festat e Tija në Levitin 23. Tani ti shikoj, një person është i bekuar. Okej, dhe vllai po të ndihmon në bazë të ngjyrave që lavdjatit që na japin që kuptueshmëri. Okej, një person është i bekuar. Dhe respekton ligjin. Tani disa si janë të bekuar këta grup personash? Jo. Këta janë të mallkuar që largohen nga urdhrimet e ligjit. Tani ti zgjidh, sepse bekimet dhe mallkimet janë përpara teje. Ndërkohë, fjalë të urta 26:2 flet për atë lloj mallkimi ku shkelet ligji. Se thot, Arabeli fluturon ande këndej, da ndysha fluturon, por mallkimi pa arsye nuk ka efekt, thot, në jetën e një personi. Nuk ka efekt. Okej, shikojmë së bashku. Fjalë të urta 26. Okej, ata marrim nga interneti, se pas kam këtu dhe t'ishte diku, por okej, e marrim nga interneti. Që si po vazhdoj me rrjedhen, që çfarë po flet, urtësia që po vërtet në rrugë, në portat e qytetit, që ne të largohemi nga thjesësia e shkeljeve të ligjit, që masandaj na futi në mallkime, që gjëra sot nuk predikohen gjëra të tilla. Ndërkohë kemi fjalë të urta 26:2 përpara teje këtuja. Më thotë që ka fjalën që kur si puna e zogut që vetëm fluturon, këta zogjt, shikon, nuk ka ndaluar, vetëm po fluturojnë, thotë. Nuk ka ndaluar diku.
Kështu mallkimi nuk ndalon në një person, thot, që nuk ka hapur derën. Tani, mallkimi pa arsye nuk ka efekt, tash pa arsye. Cila është arsyeja? Okej, vllai po të ndihmon. Shkelja e ligjit, para Gjoni 3:4, që përcakton mëkatin, ti e di, por japim çik për kufizimin. Cila është arsyeja që ne vapim derën? Ne po ta ve shkelja e ligjit që ti vetë shikon e para e Gjonit 3:4 dhe Levitiku 4:2, që ai citovi në para Gjonit 3:4. Çfarë është arsyeja? Mëkati. Tani, ne marrim që mallkimet vinë sepse largohemi nga urdhrimet e ligjit. Konteksti në Psalmi 119, që në fillim që t'jemi panjolla pa të meta, si thamë, për Zekaria dhe Elishevan që duhet ishin, që po në ligjin, në urdhrimet e ligjit të Zotit Jahve. Mos ndoshta Mesia ishte e mallkuar? Jo, ai ishte e bekuar, sa ai e respektoi ligjin, e zbatoi, ai fjala respekton. Bekuar është ai që zbaton është fjala. Dhe po ta zbaton, ja ta marrim nga anglishtja që ti ta shikosh që realisht nuk është atë që është përkthyer, masandaj edhe Bibla në ja, New King James po marrim në këtë rast, opure ja po ta shikojmë në versionin King James që preferohet, që unë nuk jam partikular, shikoj përkthimin në bazë të kontekstit dhe çfarë përkthimi është i mirë apo jo, që nuk humbet mësandaj vlerën e mendjes së aftit në atë moment, por për ta kemi gjithsesi, por versioni New King James në këtë rast është ai riu, që jep nga ana çik më për ta kuptuar se versioni King James mësandaj është çik më i rëndë, është ajo e rënda folura në këtë rast. Por të shikosh ti që pse thash zbaton, ja ku e ke versionin New King James që sapo hodha, thotë që i bekuar është i happy, thotë i lumtur. Okej, i bekuar, i lumtur është ai që keeps, që mban ligjin, zbaton ligjin. Okej. E alsimiluan dhe këtë gjë. Tani, o je i bekuar, o je i mallkuar, dhe varet nga ty, po thonë të dy personat, ligjin për të rinjë 28, ka me bekimet apo mallkimet, jetën apo vdekjen, thot ati zgjidh, që mallkimi të mos ketë arsye në këtë rast në jetën tënde. Në jetën tënde. Ndërkohë sot luten, unë e thyej këtë mallkim, unë e bë, thyen, me çfarë autoriteti duke qenë palishmëri, ndërkohë ngrihet një demon që të gjykojë komandantin e vet. Demonët ngrihen mazandaj kundër principatave, kundër pushteteve, kundër fuqive. Dhe zemërohen mazandaj demonët dhe shkojnë kundra atyre personave që thanën një gjë të tillë. Ndërkohë që duhet ta mbyllim mirë atë shkeljen e ligjit, duhet ta mbyllim atë derë. Pastaj të jepet autoritet dhe pushtet për të gjykuar palishmërinë. Ndërkohë shkrimi thotë, dhe për shkak të zemërimit të Zotit Jahve, thot apostulli Shaul, ne po mundohemi t'i bindim njerëzit. Për shkak të frikës së Zotit Jahve, thot. Ajo frikë që do vi me gjykimin e botës. Do t'i mbaj ligjet e tua, me gjithë zemër do të ecin ato. Masimi yt është një llambë për këmbët e mia dritë, për